Po. Mirëmbrëma, jemi në datën 10 gusht 2026 në orën pasdites në lidhje gjithmonë me Petro Prodanin, studiusin nga Selaniku. Unë jam në Rom. Mirëdita Petra. Mirëdita, mirëmbrëma, po vetë momenti për mirëmbrëma, 5:30 ora këtu. Okej. Sonte do bëjmë një temë të ndryshme nga ato temat e tjera, por gjithmonë që janë të lidhura. Dhe një temë që është shumë aktuale, të diskutojmë për turizmin. Sepse propaganda që është bërë në Shqipëri për të bindur shqiptarët që në lidhje me turizmin ka qenë shumë intensive dhe vazhdon akoma sot e kësaj dite duke e propaganduar sikur turizmi është një mënyrë shumë e mirë që vendi të zhvillohet dhe që njerëzit jetojnë në një mirëqenie të mirë. Pra, nëse marrim me Shqipërinë, përsëritet gjithmonë ne shqiptarët jemi me fat sepse kemi detin, kemi pyjet, kemi ujërat, thot përmendin gjithmonë këtë, por veçanërisht detin, dhe në mënyrë të thjeshtuar fare, na thuhet që ne vetëm me detin, ne vetëm me turizëm jetojmë, se ne jemi pak ne shqiptarë, ne po zhvillojmë turizmin, vetëm me turizmin jetojmë, ne s'kemi nevojë të bëjmë asgjë tjetër. Tani, unë natyrisht po shifja ca gjë dhe në video të tjera kam përmendur atë termin që përmendet sot, turizmi kolonial. Domethënë turizmi si një armë që përdoret prej sistemit globalist, prej sistemit neoliberist, si një armë për dominime të mëtejshme të këtyre forcave të pasurve të planetit, në dëm të popullsive të vendeve të varfra. Dhe kjo ligjësi me fjalë, nga kjo ligjësi nuk shpëton askush. Pra domethënë shifet turizmi në të vërtetë si një armik dhe jo si një mjet që ty të shpëton nga varfëria apo të zgjidh probleme. Pra konceptohet si një kërcënim që ju bëhet deri popullatave, domethënë si një lloj gjenocidi, ndërkohë që propaganda bëhet sikur ajo të zhvillon. Si ato pasqyrat e indianë që u tregonin indianëve që s'kishin asnjë vlerë dhe ata i shkëmbenin me flori. Këtu tani kanë gjetë turizmin që ti krijon iluzionin sikur ai po zhvillon, por vërtet është një thik pas shpine. Dhe vazhdohet përsëri pastaj në Shqipëri. Kjo është edhe në përmale. U futi idenë e Tirana të turizmit malor, por domethënë që të zhvillohen gjithë ato shtëpitë e gjysheve qunai, të bëhen qendra turistike, të bëhen bujtina, sepse do vinë ata që quhen turistë elitar, turistë që kanë shumë para, dhe nuk do vijej turisti, thoshte, që do marrë një shishe në ujë me vete, do marrë një çantë me vete, por do vijej turisti që do bjerë miliona euro, thoshte, miliona euro për një ditë. Dhe milionat, të krijon idenë që ato milionat ai do i hedhë aty dhe njerëzit do vrapojnë të marrin ato milionat e tij. Petra, po bëre në një kronologji, në një gjë, domethënë si dhe ngreqime fjalë, sipas informacioneve që kemi natyrisht kush është roli i vërtetë i turizmit, domethënë mbi ato që do unë thash. Me fjala, është vërtet ekonomia e turizmit zgjidhje për ekonomitë e varfra, për vendet që s'kan industri veçanërisht, që s'kan ekonomi të tyre, kanë të dobët ekonominë të tyre vendit, dhe turizmi është një zgjidhje, apo turizmi është një formë e maskuar e kolonializmit për të vështirësuar më shumë jetën dhe për t'i larguar njerëzit nga vendi i tyre. Fjala është për ty, Petra. Po, faleminderit dhe një Vladimir. Para shumë do në bashkohem me këndvështrimin tuaj rreth shfrytëzimit ashtu quajturit turizëm masiv
për shtrirjen e interesave të kapitalit të madh në vendet e vogla. Unë këtë e kam parë shumë mirë në Greqi gjatë këtyre 30 vjetëve të fundit, të cilën unë e kam vizituar vazhdimisht dhe tani unë jetoj në Greqi. Dhe kam parë ndryshimin e ekonomisë greke, e cila vite më përpara kishte si një fuqi motorike të themi, bujqësinë dhe blegtorinë. Ekonomia greke gjatë të themi 20 vjet apo 15 vjet kaluara, një botërisht për prodhimet e saj cilësore, blegtorale, ose të lidhura me blegtorinë, për shembull djati apo ullirinë, vaj, e tjera shiteshin gjithandej në përbot. Sot kjo gjë ka ndryshuar, ekonomia greke fatkeqësisht po varet gjithmonë më shumë nga turizmi masiv, nga turizmi i organizuar nga jashtë të Greqisë, i cili më shumë po bëhet shkatrues se sa përfitues. Unë kam parë disa zona këtu afër Selanikut, të themi 100-150 km larg Selanikut, është një zonë që quhet Halkidiki, një nga zonat më të bukura të detit Ege, të cilat kanë degraduar gradualisht në forma të tilla që nuk njihen më. Unë përpara 3-4 ditësh isha në një vend të tillë dhe bëra një video, thashun do ta shkarkoj në internet, po më vonë ndrova mendim sepse do dukeshe se kur ishte racist, sepse në ato vende kryesisht vënë turista nga bloku lindor, të themi Bullgaria, Rumania, Serbia, Maqedonia e Veriut, shqiptar. Dhe do të dukeshe si raciste, po e vërteta është kjo që aty ka aq shumë plera dhe aq shumë hedhje materialesh sa po bëhet problem dhe po largon ata pak turista që nuk kanë mbetur pak kërkesë. Dhe si e kuptoj unë tash këto vende të quajtura destinacione turistike po kthehen në geto kafenesh, sepse nuk ka më mundësi brezi i ri, popullata vendase të edukohet, të punojë në drejt të tjera të industrisë, të cilat sjellin si thua të ardhura apo sjellin zhvillim ekonomik. Kështu që këtu njerëzit punojnë në mënyrë sezonale dhe gjatë kohës që nuk punojnë ata rinë në kafene. Dhe smundja e kafenes është propër në të gjithë Ballkanin. Unë nuk shikoj ndonjë shpresë të madhe nga turizmi masiv, flas shpresë të madhe për ata që janë banues që jetojnë në këto vende. Natyrisht është një fitim i madh për kompanitë e mëdha, biznesin e madh të fuqishëm, i cili e ka organizuar këtë lloj industrie që shumë kohë përpara ishin anglezët ata që 150 vjet të kaluara ose më shumë, 170 rreth vitit 1850, filluan platformat e turizmit masiv dhe me kalimin e viteve, turizmi masiv ka arritur në këtë nivel ku është sot, që ka arritur shifra marramense dhe të frikshme. Tani, mua më kujtohet, është si për t'i qeshur me fjalë, më kujtohen kujtimet e Enver Hoxhës, kur shkoi takoi Khrushovi. Dhe Khrushovi i thotë, sa banorin atje po jemi, i tha Enveri kaq. Po çfarë keni agrume? Po përse ju duhet gjë tjetër, ju do bëni agrume, ne do t'i blem dhe do t'i japim grur, tha, sepse në Shqipëri sa grura Shqipëria apo misër, këtu anë minti, tha. Kështu i tha. Dhe në fakt, këtë Enveri shkronte me doneti, nuk do të bëj paralizëm midis komunizmit dhe kapitalizmit, ose se të themi shoqërisë së hapur, asnjë lloj timi. Por pak a shumë kjo ndodhi, në Shqipëri nuk prodhohet asgjë, me fjalë, nuk ka as infrastrukturën e dur, as kapacitetin e dur intelektual, dhe gabimet e një pasnjëshme po përsëriten vazhdimisht. Për shembull, unë po kthehem prapa në kohë kur unë isha i ri, shqiptarët në përgjithësi laheshin një herë në javë. Nuk kishte ujë. Kur laheshim me pak ujë, ngronim atë ujin në një kusi, themi, dhe laheshim, i theshim kanaçe. Mungesa e ujit ishte masive, mungesa e energjisë elektrike kur isha në ri ishte pranishme dhe shpeshherë zgjatë ditë të tëra. Tani brenda këtyre 20-25 viteve të fundit, kërkesa për ujë dhe për energji elektrike është
100 fishuar, sepse njerëzit tani lajnë tren në ditë, lajnë rrobat vazhdimisht, lajnë vetë, lajnë makinat, lajnë industria e konsumit është zhvilluar shumë. Ku do të gjenden këto të mira materiale, që të plotësojnë këto kërkesa. Vendi nuk i plotëson dot, kështu që natyrisht këtë zbrasti do ta zël kapitali i madh, i cili do të shtyjë pak a shumë jashtë të gjithë biznesmenët e vegjël vendës apo ata që janë përfshirë të lloj industrie apo ekonomie. Dhe si këtu në Greqi, nëse shkon në supermarket, linjat e supermarketeve të gjitha ato tani që kanë mbetur kryesorët me fjalë dhe që do t'i nxjerrin jashtë loje këto vendet janë ato, si thonë, kompanitë e mëdha evropiane, nuk e di fjalën në shqip, si ta them, po të themi Lidl këtu në Greqi është. Shumë komshet internacionale, shumë komshet. U kuptuam me fjalë çfarë dua të them. Mendoj alarmi shumë komsheve, Petro, e kemi studiuar në shkollë. Në vitet 80 jepe alarmi për shumë komshet, mendoj në atë moment kur pesha në kuptimin internacional shumë komshe ishte më pak se sa 10%. Dhe sa tani kjo ndërmarrje shumë komshe mund t'i konsiderosh që është shteti kryesor i botës, sepse kontrollojnë 32% të ekonomisë aktualisht që është dhënë zyrtare, ekonomisë mondiale, botërore. Domethënë janë 1/3 këta. Domethënë ky është super shteti në vërtet. Që se ka Amerika nuk është 1/3 e prodhimit botëror, ta janë 1/3, kontrollojnë në 1/3 të gjithë prodhimin. Nuk diskutojnë pastaj konsumin e tjera shpërndarjen. Gjithandej, dhe gjithmonë në rritje, dhe këta po shkatërrojnë. Dhe po mbulohet Petro kjo me kriminalitetin, nëse. Çfarë bëjnë këto multinacionalet? Futen këto edhe financojnë pasaj mediat që ju e jeni keq sepse është korrupsioni dhe kriminaliteti. Kupton? Këto gjërat që njerëzit i shohin nga afër, i perceptojnë më lehtë dhe fshifen dëmi i madh që bëjnë këta mbrapa korrupsionit dhe kriminalitetit edhe në Shqipëri po nuk bëjnë në protesta, nuk përmendet ky dëm i madh që bëjnë multinacionalet apo shumë komshe, por thonë politikanët e korruptuar dhe krimi organizuar, një shqiptarë që janë për burgje, ata në dëmtojnë mirëqenien, domethënë lidhen shqipe sikur kërcënimi i vetëm. Nuk po them që korrupsioni dhe krimi nuk duhet luftuar, kupton, po ajo përdoret se ajo është gjëja që shohin njerëzit, ose nuk e shohin por e perceptojnë, dhe për të fshehur të gjën e madhe. Se Petro, kjo e turizmit është e lidhur pastaj me spekullimet e ndërtimit. Domethënë, unë shoh në Itali, Italia në krahasim me Shqipërinë ka shumë herë më tepër Bregdet. Në raport me numrin e banorëve, sepse Italia është një gadishull, dhe sa Shqipëria prej deteve ka në 1/4, po themi, ka lagët nga deti, 3/4 ka kufizet me male. Kurse Italia ka një bregdet shumë të madh dhe këta çfarë bëjnë? Kur vinë punë turizmit, po të vëshërojnë në Itali, në jug e tjetër, nuk ka në zhvillim kush e di, kupton. Përpiqen akoma sot e kësaj dite të mbajnë Italinë me ekonominë industriale, të industrisë makinave, kimike e tjera, të këtyre, dhe sa turizmin kanë rreth 3% të prodhimit të brendshëm vjetor. Turizmi në Itali tek 3% që jo më shumë. Dhe thonë gjithmonë që kur bëjmë projekte për zhvilluar zona turistike, bëhet rezistencë, ku vendoset 2 kriteret. Do ta zhvillojmë turizmin në vend, por mos ketë dy kryesisht, impakti ambiental dhe impakti social, që të dyja bashkë. Domethënë, do zhvillojmë turizmin në fshat aty, por nuk do të ketë shkatërim të ambientit, kriteri ambientali të dy bashkë, dhe impakti social që ajo mos të ndikojë në rritjen e ekososietesës të zonës,
pra që njerëzit që janë rezidentë aty, banojnë atje, nuk mbijetojnë dot pastaj për shkak të ngritjes së çmimeve për atë kohë societesës. Mendon në Barcelona, nëse të kujtohet, dolën njerëzit në protesta për të zvogluar numrin e turistëve, do të kundër turistëve, sepse po shkaktonte problemet e rritjes çmimeve. Në Venecia u mor masa që nëse do hysh turist në Venecia, dhe aty për shkak të kësaj, për shkak të pasojave negative, që jepeshin, ju vu një taksë ditore prej 100 euro diçka tillë, do më hyj taksë ditore 100 euro. Do ja bëri vetë komuna e Venecias. Ndërsa në Shqipëri propagandohet sikur u bën një zbulim i madh që e mësuan Shqipërinë gjithë bota dhe u bë të rrasen gjithë aty në Ksamil. Që është një skandal aty, një fshat e Ksamili është një fshat skandalos, ai ka qenë i bukur do të kohën e Enverit, Petro. Unë kam qenë aty është skandal. Kur shkojnë aty në ujë, pastaj ngjitur si ato çfarë them, si arkivol duken njerëzit, sigurisht janë ngjitur si një arkivol ku ka ndodhur në tragjedi e madhe. Dhe nuk diskutohet fare me fjalë mbi pasojat negative. Por thjesht kemi sa më shumë turistë, kanë ardhur 1 milion, kanë ardhur 10 milion, në vitin tjetër do vi 50 milion. Dhe kjo pastaj është shoqëruar me abuzimet e ndërtimit, domethënë ecin gjithë dyja bashkë, me spekullimin e ndërtimit. Dhe ta do fjalën ty, po për shembull, s'përmendet asnjëherë në Shqipëri që këto grattacielët, në grattacielët është prezente kryesisht kjo imobiliaristja internacionale, real estate. Është qartë që aty janë dhe paratë e shqiptarëve dhe me që merren me gjëra palishme. Është normale që janë. Por pjesën kryesore e ka kjo real estate si në Milano. Kjo nuk thuhet aty, vetëm thuhet e kanë ardhur për pastruar paratë. Jo, Petër, nuk vinë për pastruar paratë ata. Ata edhe nëpërmjet bankave investojnë aty. Nuk e kam ata, domethënë kanë atë aq tepritës para që nuk dinë se ku do shkatërrojnë me ato para. Domethënë, mendoti paraja e madhe po përdoret sot si mjet për të shkatërruar. Edhe njerëzit nuk e kanë natyrisht informacion dhe nuk bëjnë analiza. Kjo, si që thete ti, shkatëron pas e gjithë ekonominë, bujqësinë. Po, bazuar në ato që dite që lexoj unë, do bje në kundërshtim atë që thatë ju. Turizmi është një nga maqineritë më të sofistikuara të pastrimit të parasë. Unë këta e kam jetuar vetë, me fjalë, e kam parë veten time, sepse unë kam jetuar pak kohë këtu në Greqi shumë vite të kaluara, përpara se të largohesha në shkonja në Perëndi. Dhe kam jetuar momentin kur Gjermania do të hynte në euro. Qeveria gjermane ju kishte dhënë një periudhë rreth 1 vit e gjysmë, më duket të gjithë atyre që kishin para të thatë, me fjalë, të padeklaruar, ta deklaronin në bankë dhe për një job të saktuar do t'ju ligjëroheshe paraja. Dhe në atë kohë të niseshe nga Gjermania me një aeroplan dhe të shkonje në Rodos, për shembull, nuk të ndalonte njëri, sikur të kishe dhe 2 çanta plot me marka. Dhe këto marka që vinin në Rodos pastroheshin në mënyrë shumë të shpejtë dhe shumë të thjeshtë. Si për shembull, unë si një gjerman shkonja në Rodos, gjenja një gjermanisht folës, për shembull një emigrant grek që kishte punuar në Gjermani dhe dinte pak gjermanisht apo dinte një gjuhë tjetër, të themi anglisht, dhe afronja atij të bëheshin pronar në një kafene, që do të hapnim atë kafenen bashkë, në një fshat aty që nuk kalonte kam njeriu. Ne greku, personi grek, ligjërisht grek, do hapte një kompani me një gjerman që isha unë për shembull, dhe ndarja e fitime do të ishte për shembull 15 me 85. Domethënë unë greku do merrte 15%, unë si gjerman do merrja
85%. Kjo bëheshe në mënyrë të rregullt. Personi grek do vinte të gjente një ambient, do të hapte atë lloj biznesi, do vinte 3 karige, 5 karige aty, do vinte disa shishe gjysma të boshme fjalë në rafte. Dhe kur vinte nata, do të vinin 2 shoka, do një kafe, një birë, të tash. Dhe ditën tjetër në mëngjes do të shkonte në bankën greke me një shumë të konsiderueshme marka. Do të ishte që mua mbrëmë më erdhën 100 klientë dhe unë shita kaq. Dhe do t'i depozitonte. Dhe kjo ndodhte gjatë sezonit të bearit. Dhe kështu në Greqi u pastruan paratë e Evropës. Shumë greku bën të pasur thjesht nga ky lloj biznesi me fjalë, që këta ishin ndihmues në lavatriçen e madhe të larjes së parave, siç ndodhi në Greqi, ndodhi në të gjithë Mesdheun, më vonë hyri Spanja në Evropën e Bashkuar, më vonë hyri dhe Portugalia me Francën, dhe vendet tjera të Evropës Lindore. Po këto vende që kishin epërsinë e Bregdetit, epërsinë e detit dhe të kulturës, për shembull siç ishte Egeu në Greqi dhe Spanja, në Bregdeti spanjoll, patën epërsinë e tyre. Dhe kështu u pasuruan biliona marka dhe moneda të tjera evropiane. Pra, unë nuk bie dakord në atë që ata kanë para. Asnjë kapitalist nuk jep as edhe një cent pa patur fitim. Ajo që është gabimi drastik dhe fatal është që ky lloj, siç e përmendëm më parë, kjo lloj industrie shkatron inteligjencën e vet. Pra nuk ka më nevojë për mendje, nuk ka nevojë për persona me mendim perspektiv dhe mendim progresiv. Vendi i tyre mbushet nga njerëz që ju pëlqen fitimi i shpejtë dhe mos investimi në fusha të vështira, në fushën e dijes, në fushën e shkencës, në fushën e mjekësisë etj. Pra këto vendet e vogla kështu kanë betruar, dua të ndaj këtu një hartë. Vladimir, e shikoni? Po. Tash këtu është relativisht e vjetër kjo, është e viti 2023. Dhe tregon afërsisht sa kontribon industria e turizmit në përgjithësi me fjalë, jo vetëm hotelet e ngranat e tjera, por dhe ato që janë shërbime që janë të lidhura me industrinë e turizmit. Dhe siç shikojmë, këto vendet në Bregdetin lindor të Adriatikut janë destinuara për të bërë ky lloj turizmi masiv, i cili do të Kroacia ka shumë të lartë, Po, Kroacia ka shumë të lartë. Greqia ka shumë të lartë, Shqipëria ka shumë të lartë, Malizia ka shumë të lartë. Greqia është domethënë Greqia, shikon ndryshimin. 25 afërsisht 26%. Pra, Spanja rreth 14.5, Italia rreth 10.5. Po ka një ndryshim madhor midis kësaj 10.5% dhe 25%. Në këtë 10% italian ka klasën më të lartë të vizitorëve. Në Itali nuk vjen për të bërë plazh thjesht për të ndentur në diell apo për të ngrënë pica. Në Itali njerëzit vijnë të shikojnë muzeume, vijnë të bëjnë kontrata. Po, pasi këtu është gjithë turizmi, jo turizmi bregdetar, jo thjesht turizmi bregdetar, Po. Në qoftë se flasim për turizmin bregdetar, në Itali është fare i papërfillshëm, po të krahasohet me turizmin elitar, siç është për shembull vinë vizitojnë San Pietron njerëzit. Jo vetëm, Italia është një vend që kudo që të kalosh, kudo që të ndalosh, do të përplasesh, do të byesh përballë me një kulturë që ka ndryshuar fatet e botës. Të njëjtën gjë edhe në Spanjë, të njëjtën gjë do të thëshë për Gjermaninë, por nuk mund të krahasojmë kursesi, domethënë llojin e turizmit në Greqi, në Shqipëri, në Maltëzi. Kuptoj, niveli i turistave në
Greqi është shumë i lartë sa në Shqipëri, sepse ka statistika të tjera që tregojnë sa gjatë rinë njerëzit në Greqi dhe sa gjatë rinë njerëzit në Shqipëri. Greqia është nga vendet në mos i pari i dyti në Evropë që njerëzit rinë më shumë, do me thënë turisti shkon dhe rinë në hotel apo në atë ambientin që ka marrë me qira, rreth 10 ditë. Në Shqipëri mund të jetë 1 ose 2 ditë, të njëjtën gjë në Maltëzi. Kroacia mund të jetë pak më lart, po e mbyll këtë po kaloj në një më interesante me një fjalë që besoj se jep një E shikoni Vladimir? Po. Okej. Tani këtu thotën, to ekonomi thot, që i pam pak më përpara, si që është, këto janë të dhëna të Bashkimit Evropian, këto nuk janë të dhëna nga ndonjë kompani dorës së dytë, këto janë të dhëna të vetë Bashkimit Evropian. Këtu thotë që Kroacia ka një deficit, do me thënë 21% e GDP-s është ndryshimi midis gjerave që produkteve që Kroacisë i duhet të importojë nga jashtë për të përballuar këtë lloj zhvillimi ekonomik. Pra, GDP-a ose si të themi ekonomia kroate është funksionale vetëm 80%. 20% varet nga ato që sjell. Pra, në qoftë se ne ja heqim të 20% të GDP-s, ose në fakt është e hequr nga ekonomia kroate. Të njëjtën gjë ndodh edhe në Shqipëri. Domethënë këto janë ekonomi që konsumojnë, nuk janë ekonomi që prodhojnë. Edhe pse kanë numër shumë të madh vizitorësh, këto janë ekonomi që varen nga jashtë, nuk janë ekonomi që kontribojnë për rritjen e vetes së tyre. Ato e presin rritjen ekonomike nga fluksi i turistëve. Dhe në këtë këndvështrim, ato janë komplet të varura nga llogarit, nga hesapet ose nga platformat, nga planet që kanë bërë ato kompanitë multinacionale që ju i përmendet, që e quajtët një lloj kolonializimi turistik. Turizëm kolonial. Turizëm kolonial. Dhe gjithashtu dhe Greqia, do me thënë Greqia ka një negativitet goxha të lartë, është apo 17%. Pra, si që thamë, janë gjëra që shumë pak njerëz i kuptojnë dhe e shohin të ardhmen, si të thuash, në mënyrë optimiste, thonë, po këtu ndërtua një hotel, do vinë disa njerëz më shumë, apo unë pash turista që erdhen më shumë këtë vit, erdhen vërtet, unë shikoj këtu makina nga gjithë Evropa, me fjalë. Shikoj ca rangalla të mëdha, ato Mercedes-Benz dhe BMW që tymosin, shkrumbosin në gjithë Greqinë që vinë nga këto vendet e Evropës lindore. Sillet edhe Coca-Colën, edhe edhe letrat e banjës si sillen që nga vendet e tyre, dhe në Greqi lënë vetëm Tiranë. Dhe paka shumë kështu do të bëhet edhe Shqipëria, nuk ka as edhe një lloj shpëtimi nga ky lloj turizmi. Dhe si lexues që kam qenë që i vogël, një nga shkrimtarët që ka ndihmuar në krijimin tim, siç jam unë sot, ishte një shkrimtar turk, Aziz Nesin, një humorist i jashtëzakonshëm, një mendimtar shumë i madh. Dhe në një nga tregimet e tij tregonte se si në një fshat të varfër të tumbur ande nga Anadolli, s'kishin çfarë të bënin dhe njëri tha, fshati aty ngjitur ka bërë turizëm, të bëjmë dhe ne turizëm.
Dhe dërguan mësuesin e fshatit që dinte anglisht në fjalë në port, aty afër në qytet port që të sillte turistat. Dhe kur i shpuri turistat, ata ishin tërë turistat, kush me drogë, kush të reckosur, kush të pangrenë, kush të papir. Kështu që janë tanë me të qeshur, por po ndodhin me të vërtetë, po bën një realitet që njerëzit u mësuan dhe nuk e shikojnë rrezikun e madh që sjell ky lloj i cunguar i zhvillimi ekonomik, kur e gjithë ekonomia varet në ato idete të shmendura të zotit Rama, me bujtina, me diun, me turizëm agrikulturor. Nuk e kuptoj dot. Përse do vej një gjerman të shpenzojë 100 euro të themi për një mollë, kur mund ta blerë në mes të Gjermanisë atë mollë, si të thuash, organike për 5 euro. Nuk i kuptoj këto parafrime me këto gënjeshtra, këto manipulime të mendjeve të naive dhe mendjeve të pastërvitura. Kapitalizmi nuk është për këtë do. Kapitalizmi është për mendjet e zgjuara. Dhe nëse njerëzit nuk arrin ta kuptojnë sa e zhvilluar, sa e sofistikuar, edhe sa djallëzor është kapitalizmi, ndryshe nuk do të ekzistonte. Atëherë do ta kuptonin kushtetin e atyre. Kapitalizmi sot ka degraduar në një formë të tillë që nuk është më kapitalizëm. Dhe prandaj shohim ato fenomene që disa njerëz kontrollojnë komplet ekonominë botërore, pra si thua, fuqia ekonomike, fuqia politike, fuqia vendimmarrëse është koncentruar në pak duar, në pak grupe, dhe ata do të bëjnë pak a shumë si të duan, në qoftë se inteligjenca e këtyre vendeve në total nuk fillon të mbledhet të reagojë për të mbrojtur të paktën fëmijët e tyre, për të mbrojtur perspektivën e ekonomive të tyre, të vendeve të tyre. Përndryshe këto vende, siç e tham, që flitet më të madhe, jo po Ballkani Perëndimor, Ballkani Perëndimor, do kanë për të degraduar në një farë geto turistike, ku njerëzit si vendosë si turistë do të jenë në disa qendra me intensitet shumë të madh turizmi, me fjalë që shkojnë, rinë një ditë, 2 ditë, largohen në vitin në muajin tjetër, në farë në fshatin tjetër dhe rinë aty disa orë dhe që aty në një, dhe ata lënë shumë pak të ardhurat të drejt për drejt të paraqit të mbeten në vend. Është dhe diçka tjetër me futjen e Shqipërisë në Evropë, që ajo do të vijë duan apo s'duan shqiptarët, në një lloj momenti historik Shqipëria do të bëhet pjesë e Evropës. Në atë kohë që Evropa fillon të nxjerrë jashtë loje paran e thatë, me fjalë kartë monedën dhe krijimi i ekonomisë digjitale, siç ka filluar të bëhet në Evropën perëndimore, atëre në Shqipëri nuk do të ketë më nevojë për popullat. Do të largohet edhe ajo pjesa që ka mbetur e brezit të ri në Shqipëri dhe në këto vende, edhe në Greqi dhe në Serbi dhe në Kroaci, nuk do të ketë më krime familjesh, nuk do të ketë më lindje të tjera. Njerëzit do të detyrohen të largohen në ekonomi që janë shumë më të fuqishme dhe prodhuese. Sepse me futjen e parave digjitale nuk mund të pastrohet, do të jetë shumë më vështirë pastrimi i parave të zezë që sot qarkullon lishën në Shqipëri nga veprime kontrabandë, drogë, prostitucion e të tjera. Dhe këtu duke u kthyer përsëri në Greqi, edhe Greqia që është shteti më i konsoliduar se Shqipëria. Jo, nuk mund të them se është një shumë larg Shqipërisë, është 2 hapa përpara Shqipërisë. Ka dhe që dhe vetë qeveria greke ka kontroll të kufizuar. Për shembull, është Mikono, janë këto Santorini, ku Mikono kryesisht është bërë qendër e drogës e prostitucionit, dhe thashta dhe vetë qeveria greke nuk ka kontroll të plotë mbi këto, si të thuash, nyje pastrimi parash, drogë e prostitucion. Ka shumë gjëra që turizmi sjell me vete, dhe vende si Shqipëria që kanë infrastrukturën shumë të dobët, që nuk kanë bërë investime për të themi sjelljen e ujit, shtrirjen e rrjetit elektrik e tjera, nuk ka kapacitetin e duhur, nuk të mundur, me fjalë, Shqipëria. Kështu që ai pak popull që është aty do të detyrohet të marrë këto para hua, bile nga njerë po para borxhet jepen me dhunë, nuk jepen se do ti, të detyron në përmjet presionit politik që ti të marrësh një borxh me një interes që ta jep Uadhensi. Uadhensi është dhe ai që të jep
borxhin është ai që të përcakton si do të investosh dhe kur do të japësh normën e fitimit. Pra, është një sistem shumë i organizuar, shumë i përgatitur dhe shpeshherë i dhunshëm. Nuk ka kapitalizëm si ai që lexonim ne në një kohë. Dhe siç e thashëm përpara, ky lloj turizmi masiv është pikërisht shenja e degenerimit të kapitalit, nga syrim kjo është nga syrim. Pra njeriu është bërë si një robot i cili janë fiksuar në kokë çfarë quhet turizëm, çfarë duhet të bëjë, çfarë duhet të shikojë, ku duhet ta bëjë atë selfie, çfarë duhet të shkruajë në internet, si duhet të reagojë, si duhet të sillet, si duhet të vishet etj. Pra, në këtë turizëm masiv nuk kemi vetëm turizëm masiv, kemi eksportim të madh ose si thua, informim të madh të qenies njerëzore, të ekzistencës qenies njerëzore. Kështu e shikoj unë, pra turizmi masiv tregon pak a shumë mënyrën e jetesës jo vetëm në Evropë, por poshtrihet edhe në vendet e periferisë së Evropës. Për shembull, unë kam di njerëz që nuk dinë, për shembull këtu në Selanik, nuk dinë, i kam pyetur për këtë kishë ose për këtë monument. Çfarë mund të më thuash? Më thonë se është kjo këtu në Selanik, nuk e di, për herë të parë dëgjoj. Dhe është 50-60 apo edhe 65 vjet personi, dhe nuk di një gjë që është jo më shumë se 3 kilometra nga shtëpia e tij. Por në të njëjtën kohë ka vajtur në 20 vende në Evropë. Ka vajtur, ka bërë një selfie në Angli, ka vajtur, ka bërë një selfie në Suedi, ka vajtur di unë, sepse turizmi masiv është bërë i përballueshëm për të gjithë njerëzit dhe për ata që nuk kanë idenë ose nuk kanë as edhe një lloj koncepti për vendin ku shkojnë. Do shkojmë në Dubai, përse do vetëm në Dubai, ose do shkojnë në Luksemburg. Përse do shkojnë në Luksemburg? Në radhë parë duhet të kem një ide kush është, për çfarë do shikoj, çfarë do bëj, çfarë ka ndryshe Luksemburgu nga të tjerat. Po që se unë vetëm në Luksemburg, në një pishinë, në një hotel, dhe bëj vetëm një selfie, dhe them që unë kam qenë në Luksemburg, atëherë çfarë të them unë? Kjo nuk është turizëm, kjo është, nuk e quaj, kjo është nuk di si ta them. Pak a shumë nuk e di, është shumë e çuditshme. Nuk e di si e shikoni ju. Petro, të thënë diçka që sistemi është shumë kompleks. Është do jemi në një fazë të kapitalizmit që në bisedat e përditshme për në propagandë, njerëzit kanë tendencën që t'i thjeshtojnë, qëllimisht sepse janë komplikuar shumë. Dhe në momentin që të bësh një analizë pas e më të thellë, është vështirë natyrisht për atë që e bën analizën, dhe është shumë e vështirë për atë që do ta dëgjojë analizën, i cili do lodhe dhe do thotë ti nuk ti, thotë hapër një lokal, thotë aty të fitosh para sepse ka hapur ky, domethënë me e thjeshtoj në atë jetën e përditshme. Tani unë kam bindje gjë, ky sistem pra kapitalizmi liberal apo liberist apo neoliberist, që kur lindi në fillim, pra me industrializimin, ka shkuar në drejtime shkatërrimi ose në drejtime të, domethënë drejtime jo normale. Konsiderohet normale lufta që bëjnë njerëzit me njëri tjetrin, në kuptimin e garës, në kuptimin që të fitojë më i forti, që ti të kesh më shumë para, por mos harro Petra, më shumë para, por më shumë pushtet. Tani, sepse ti the çfarë me atë që kur unë thash për shumë parat e tepërta, është normale në këtë sistem një euro nuk ta fal askush. Por që kjo problemi parave të tepërta pse duhet diskutuar, sepse nuk është fare i lehtë. Po s'duhet futet në ekonomi të vështirë natyrisht. Por domethënë njeriu nga natyra ka e futën këta, ky sistem e futi në dy veset e poshtra të paras të pushtetit. Në ti do që të kesh para shumë, por të kesh dhe pushtet shumë mbi tjetrin, që ta komandosh tjetrin, që tjetri të
jetë i varur prej teje, të mos bëj dot gjë pa i dhënë lejti, dhe të jetë gjithmonë në tepër në këtë mënyrë. Kjo tani shtrihet në gjithë shoqërinë, natyrisht, pse janë koncentruar pushtetin pak duar ose në pak shtete etj. Dhe këtu sot është ky binomi para apo pushtet tani. Çfarë duhet? Çfarë do njeriu? Sepse kur i thoti po të vësh re njerëzit në jetën e përditshme, e lidhin çdo me paranë. Thot, erdhën të përbjedhur, thonë, duan para, thot, nuk ngopen, duan para. Në të vërtetë, një individ, siç është Kushneri, po e bën atë rezortin, do e bën të rezortin për para, apo për qëllime tjera tani. Sepse atyre, ata duan para, po dhe nuk ju mungon paraja. Ata nuk i konsumojnë do të para, dhe po të duan, nuk i konsumojnë do të. Sepse fakti është ky, unë kam përmendur në vite të tjera dhe nuk është se e them unë i pari natyrisht. Ta kanë krijuar dy ekonomi, vërtet. Ekonomia reale, me fjalë ku janë gjithë objektet materiale, shiten e blihen, po themi çdo gjë që konsumohet, tokat, shtëpiat, është ky tregu i përditshëm. Po këta kur bën ato deklaratën e tavllave, këta të kërkojnë patrimonio imobiliare, thonë, a ke shtëpi, a ke terrene, po thonë a ke patrimonio dhe mobiliare. Para të lëvizshme, të palëvizshme dhe para të lëvizshme. Qa janë këto parat imobiliare? Janë para që ti ketë kursyra, po themi bank, ose në formën e letrave që ti ke ndorë, janë në formën e borxhave të ndryshme. Bonat e thesarit, po themi të shteteve, obligacione, aksione, kujtun gjitha këto derivate, bitcoin, sot. Dhe që të dyja këto konsiderojnë pasuri, që të dyja konsiderojnë pasuri. Kjo, ndërsa pasuria reale është e prekshme, sepse e shohim tokën, kjo tjetra këto është një gjë që realisht nuk ekziston. E kupton, kur ti blen aksionet Fiatit, që këta vlerë mund t'ja çojnë nga 1 euro deri në 1 milion euro. Po. To thonë nga 0 në infinit, mund ta ketë vlerën. Po. E kupton, nuk është se ka një kufi e poshtë në këtë sipër. Tani çfarë është ai aksioni Fiatit? Që i copletër, që ti i dhe ato para, që i bëre para dhe i shndrove në një letër. Ti parat i more nga punën, natyrisht një njeri i zakonshëm i gjen me punën, dhe i fute aty. Dhe çka ke bler ti, ke bler Fiatin ti. Dhe të quajnë që e bashkëpronar tani i Fiatit. Madje me atë copletër, shumë herë kur janë bërë gjyqet pastaj që falimenton ndërmarrjet, quajnë edhe ty fajtor pastaj. Se falimenton ndërmarrje, vetëm që si kthehen do para mbrapa, po të quajnë fajtor pa gjova pastaj. E kupton? I kanë bërë këta ca ligje kështu të tilla. Domethënë, kjo sasi paras është shumë e madhe vetë. Atëherë unë do të si një shembull për shembull. Domethënë, kapitalizmi para se të vitë kapitalizmi, njerëzit jetojnë për fshatëra, shumica. Edhe në Angli, se Anglia është që ka kriju shumë qytetet e para, me shumë njerëz, dhe aty ka qenë 90% ka qenë fshat, 10% kanë qenë qytet. Pasim kohën e Kristofor Kolombos, po pasim vitet 1500. Gradualisht kjo, çfarë bëri? Zhvilloi qytetet, zbresin nga malet, vinë në Gramsh, aty në Shqipëri. Ata të Gramshit shkojnë në Tiranë. Dhe gjithmonë kjo tendenca të shkojnë në qytete. Pra tani, gjithmonë tepër pjesë e fshatit zvogëlohet, po pjesë e fshatit është ajo që prodhon bukën, prodhon gjëra për të jetuar, për të ngrënë, për ushqimin, është gjë bazë e njeriu. Ushqimin sot e prodhojnë gjithmonë më pak njerëz dhe hanë më shumë njerëz nga puna e këtyre më pak njerëzve. Amerika doli e fortë nga lufta e dytë botërore, jo për shkak të me Rooseveltin, jo sepse prodhoi gjëra që i duheshin njerëzve të konsumit, nuk është se prodhoi makarona, oris, por prodhoi armë, Pedro. Domethënë ajo nëpërmjet shitjes së armëve, Amerika, industrisë së armëve, doli direkt pas luftës botërore, doli që kishte
75% e ekonomisë botërore. Po me tregtinë e armëve këto e zhvilloi Roosevelti. Pra nëpërmjet armëve. Domethënë të jap armë, po të jap edhe kredin, etj, domethënë ti do gjesh depozitën e armëve, por do gjesh edhe parat për t'i blerë shteti, futet në borxhe, bën luftën, gjithë ky mekanizmi vëse. Edhe sot gjithmonë tendenca është që të krijohen gjithmonë aktivitete jo prodhuese, pra turizmi në fund fare, çfarë është turizmi? I detit, vetë futesh në det, lahesh, do të thotë një restorant, konsumojnë, hajnë, pinë njerëzit, në aty nuk s'prodhohet asgjë. Aty thjesht konsumohet dhe shpenzohet në mënyrë jo të rregullta, në mënyrë imorale, ajo mundim që ti ke bërë gjithë kohën, çfarë themu një punëtor ka lënë kockat, një punëtor që ka punuar në ndërtim, po themi nuk e ka marrë paranë në let, shkon aty dhe po themi shkon kësamil aty, ose në një vend tjetër dhe thonë do paguash ato shezllëngjet për të shtrirë aty, po themi 50 euro, po ti 50 euro për të fituar, ke ndet mes diellit, aty do japësh për të ndëjtur aty. Nëse, domethënë, për të mos e zgjatur shumë apo se bëhemi të mërzitshëm për njerëzit, por ata që na dëgjojnë. Domethënë unë them turizmi drejt vendeve të varfra bëhet më shumë se sa në vendet e pasura. Është një formë tamam koloniale, është një proces i tretë, si ta quash, që nga kolonializmi kur ta çonin i viteve të mesjetës 1500-1800, ajo pjesa kolonialiste ku shkonin, pjesa e pasur shkonin vendet e varfra, çonin ato njerëz të tyre aty për të administruar, çonin dhe ushtrinë dhe i bënin presion vendasve që ata t'i bindeshin, jo merrnin pasuritë e gjitha dhe iknin, i çonin vendet e tyre. Më mbrapa kjo u riciklua, po ngjelën përsëri dhe po të shohësh ai kolonializmi, thjesht u ristrukturua në neokolonializëm, sepse britanikët ngjelën aty ku ishin, këto dominimet, influencat, francezët me Afrikën, të tjerë me Azinë andej, u hyri dhe Amerika duke u shpërndar gjithë botën, por e vetmja gjë që vendosën ushtarët e tyre aty, sepse bazat amerikane kanë gjithë botën, por të blenë sa politikanë vendas, krijuan këto qeverit e tyre, gjëra nëpërmjet demokracive, kujtohen gjë i zgjodhi populli, Edi Rama, po themi në Shqipëri që ka votuar populli tani, ka votuar populli, po duke hedhur parat Sovës. E kupton? Edhe këto janë që qeveria juaj tani, kjo qeveria juaj, po fakt është qeveria e këtyre, po ta shesi sigurisht qeveria e popullit dhe e ka fajin populli që s'di të votojë pastaj. I thuaj dhe kjo njerëzve, e keni fajin ju se ja, atje te fleta votimi dhe e vota është shenjë, po ju s'dini ta hidhni mirë atë fletën. Se po ta hidhni mirë ju s'ndodh kjo gjë. Pa e qeveri voto këtë votosh ishe këtyre, se është neokolonializmi, të janë administratorët e këtyre. Por që nuk janë më që të vinë nga Londra, po i gjenë aty në vende, sepse ka kulturë që po ti marrish në vende aty, i shtyp më lehtë njerëzit. Edhe kjo është pjesa që, pastaj industrianëve tjetër, tani fillon turizmi si një armë, si një lloj, kjo është një lloj lufte edhe kjo Petra. Sa të çojnë ushtarët për të pushtuar aty njerëz, për të larguar njerëzit, çojnë turistë Petra. Çojnë turistë dhe largojnë vetë njerëzit. Dhe vinë sklevet pastaj shpërndahen nëpër botë, nëpër Europë, punojnë edhe këtu, shfrytëzojnë dhe këtu prodhojnë këtej. Pra, domethënë unë e shoh, domethënë du ta ndaj këtë Petra. Ne jemi në një fazë që paraja ka një rol të fort politik natyrisht. Është një instrument i fort politik paraja. Nuk është një letër shkëmbimi thjesht, është një instrument shumë i fort politik që përdoret për të dominuar njerëzit. Domethënë, këta nuk të falin një euro. Dhe sikur të ketë ai 1000 miliardë, ti të mos kesh bukë aty tash, ky nuk ta jep 1 euro që të vetë sobën e bukës. Ose nëse ta jep, thotë do ta jap borxh. Duke patur ai 1000 miliardë, se ti thotë se arsyetimi i zakonshëm i njerëzve thonë po mirë, tash i duan të ato paratë. Pse s'na I japin neve? E ku rrezush njerëzit zakonisht, pse s'na japin këta? Pse janë kaq kulunacë? Nuk është kulunacë, është sistemi vetë ku janë futur njerëzit ato, që unë nuk besoj që ky sistem komandohet nga 1, nga 2, nga 3 vet. Ky sistem komandohet apo nga gjithë neve. Unë them gjithë ne jemi sistemi. Me veprimet tona, me të menduarin tonë që kur zgjojmë pjesë, jemi futur në këtë gjë.
Dhe ky përdor gjithmonë instrumenta të reja për të garën e shfrenuar që të fitojë më i forti, të fitojë ai që është më i zoti, meritokracia, konkurenca, xhungël me fjalë, xhungël e cila redukton popujt në sklevar. Domethënë turizmi unë e shoh si instrument sot, si instrument për të hequr lirinë njerëzve, jo thjesht se do vijë do fitoj para ai në kurrizin tonë. Ai do e marrë atë para vetë këtu, jo sepse ajo para vërtet i duhet aq shumë atij. Ajo para ti duhet që ti ta ulësh kokën o vetë. T'ja bi shembull të thjeshtë o vetë. Ti merr 1000 euro në muaj. Dikush ka para sa duaj, po të marrë 500 euro shin tënd, ti marr ti villi 500 euro ty. Ati nuk i ndryshon kështë di për 500 euro të ka vidu ty. Por ai, qëllimi ti nuk është të do ndryshoj ai atë të tillë, ai qëllimi ti është të ndryshoj ty. Se ai po të hoqi 500 euro shin ty, nga 1000 njërë në 500, ti do ta ulësh kokën, do t'i pish këmbët atia për të njëra që bukë pasaj, sepse ndryshe nuk ta e pa i bukën. Dhe më thënë në shoh si instrument turizmin, si një lloj instrumente lufte. Dhe më thënë, kur kemi shumë turist, për mua është një lloj si kur jemi në luftë. Na kanë ardhur turistë që ne i shohim si ku po na bien parë, të vërtetë ata janë një formë maskuare e ushtarit. Ai është ushtar në vërtet. Është ushtar pa armë, por ka të njëjtin rol, që të vret, të largon, të rrit kosën e tesës, të dhunon. Domethënë, këto janë procese që kapitalizmi i ka sill vet. Ai thotë ti pyllen për male, kupton, janë procese të brendshme Petro këto. Nuk janë ato që janë të komanduara. Jo, ta kanë vënë një rregull në fillim Petro. Rregull dhe shqyr pasaj që kanë lindur forca konservatrice që kanë luftuar që për të bërë të paktën në jetën e njeriu dhe ambientin, më kanë lindur sa forca që t'i frenojnë, sa amortizatë, sa po t'i lije, me kohë ishim shkatruar. Sepse që kur këta mbyllën lopët atje në Londër, i mbyllën dhe nuk i çojnë në kullot, sepse ashtu jepte më shumë qumësh lopa dhe e kthyen në ligj atëherë. Edhe vrisin çdo njeri që prisë telat atje. Po të prisë telat ai vrite pse lopa nuk do shkonte kullot. U ndërtuan në këtë mënyrë një domethënë shoqëri industriale, epoka e re industriale, u tha jo tha Adam Smithi. Ai që pjek bukën tha nuk ngrihet tha në mëngjes tha sepse i vin keq që ti s'ke bukë. Ke parasysh ku dallove socializmi i lindjes, janë Verhoxhës, kur thoshën qëllimi i socializmit është ngritje, mirëqenie gjithmonë ngritje e pronave e masave punonjëse, thoshën dhe njerëzve. Kurse ky ta ka thënë qartë, ky thotë qëllimi i socializmit, i kapitalizmit është fitimi, thotë. Domethënë ai Furxhiu ngrihet 104 natës sepse thotë do ngrihet do hapa aty, dhe të vdesin gjithë njerëzit, do nuk më intereson më han apo sa njerëz. Unë do të rris paran, por jep dhe bukën në të mënyrë ha njerëzit. Domethënë, nuk është nisur sistemi që t'ju përgjigjet nevojave të njerëzve. Por nevojat e njerëzve, ose raportet e njerëzve politike, sociale, janë të varura nga tregu. Domethënë, nuk është tregu që t'jeti varur prej njeriu, por është njeriu i varur prej tregut, Petra. Dhe ka arritur këto. Dhe kjo varësi e njeriu të bëhet skllav i tregut, unë them është pikërisht kjo që po na çon nuk dihet se ku po na çon. Dhe këtë ti nuk e ndalon dot as Edi Rama, edhe sikur të dalë Edi Rama nesër thotë. Ose Trumpi, ku një qeveritar, ose 10 qeveritar, dhe t'ju thonë që jo, do ta bëjmë ndryshe tani. Dhe tani njeriu ka qenë skllav i tregjeve, kurse tani ne do rindërtojmë tregjet që tregjet ju përgjigjen njerëzve. Të jenë tregut që ti varur për njerëzve, jo njerëzit varur për tregut. Ta thotë dikush, e thonë ca politikanë, ca intelektual. Ti mendon se do i gjojnë popujt, do vrasin një tjetër e thonë çish po na bëjmë, po na shëtojnë të fitojmë më i forti, do thotë, unë jam më i zoti se ti. Ti ke fitur gjumë, unë jam rritur 4 mëngjese, ti je pa aftë aty në shkollë, ke parasysh ta që bëjnë shkollat? Gjithë ta që bëjnë shkollë, thotë, unë isha në bankën e parë, thotë, në bankën e parë njeri ka qenë. Gjithë ta, unë kam qenë në bankën e parë dhe kur mësuesi ikte, unë ju shpjegoja unë si nxënësve, thonë ta, gjithë. Por shif tani, po bëhen ignorantët, po bëhen ministra, parlamentarë, po bëhen shumë, se ne që jemi të zgjuarit,
Ne s'po na japin punën. Kjo është lufta, po të çosh këta me ministrat dhe ministrat, ti bie shtet, ndryshon ndonjë gjë apo jo? Ndryshojnë vetëm punë të shafë. Loja është e njëjta. Po, është një sistem. Këto të shoh thash në mënyrë teorike, po unë shoh edhe turizmin. Po, ta mbyllim këtu Vladimir, unë desha të shtonja një gjë të vogël këtu sepse dëgjoj që vendri i Trumpit Kushner. Për mua është një buklla që është në kontakt me median, por mbrapa atij fshihen interesa të fuqishme. Në fund të fundit ai është një person që do të marrë atë si puna e tij që bënte bukën, do ngrihet aty të marrë bukën se do bënte shërbim për t'i bërë mbushur xhepin e tij. Kështu që Shqipëria ndodhet si të thuash yri vonë në këtë lloj si vend i vogël, yri vonë, dhe në një moment shumë të papërshtatshëm, sepse i gjithë kapitalizmi, kryesisht ai evropian, sistemi i vjetër evropian kapitalist, ka mbetur në një udhë kryq dhe situata politike ekonomike në Evropë është në një moment deciziv. Kështu që është fatale për vende të vogla si Shqipëria, Greqia, Kroacia, të gjithë këto vende të ballkanike, qoftë Rumania, qoftë Bullgaria, pavarësisht se mund të kenë më shumë popullate, më shumë mbështetje toksore. Ndodhen në një moment deciziv dhe me sa shikoj unë identiteti i tyre do të humbasë, popullata do të shrinken dhe pak nga pak ato do të bëhen vende të dorës së dytë, sepse teknologjia, koncentrimi i kapitalit gjithmonë do të mbetet në Evropën qendrore. Nuk shikoj ndonjë shpresë të madhe, përkundrazi unë shikoj me frikë në një lloj forme, me fjalë, të ardhmen e këtyre vendeve, të cilat jo vetëm ekonomikisht, jo vetëm politikisht, po dhe fiziologjikisht, domethënë edhe nga rritja ekzistenciale, sepse brezi i ri po ikën, dhe po ikën ky brez i ri dhe po veten në ato vende të cilat po e mbullojnë vjetërsinë e tyre të moshës, po e mbullojnë me emigrim. Kurse Shqipëria, Greqia nuk e mbullon dot, edhe nëse do ta mbulojë me një lloj forme ose me një lloj popullate që është komplet në kundërshtim ose komplet ndryshe nga popullata vendit, sepse një shqiptar apo një grek apo një bullgar apo një kroat pak a shumë janë në kontakt me kulturën evropiane dhe pak a shumë janë pjesë e Evropës. Dhe kur ata emigrojnë në Gjermani, në Francë, në vendet skandinave, ata e kanë shumë kollaj të ingranojnë në këto sisteme dhe nuk lënë gjurmë negative në ato popullat. Mund të lënë ndonjë gjurmë pak a shumë që përfiton dhe racizmi në këto raste, por në qoftë se popullatat e vendeve të vogla, si Shqipëria, Greqia, Kroacia, fillojnë të mbushen me popullata nga Azia, të cilët i takojnë civilizimeve komplet të ndryshme, ato lënë gjurmë të pashlyeshme në ato vende, ndryshojnë përfundimisht sjelljen e vendasve. Unë këtë e kam jetuar në Toronto, ku jetova për një çerek shekulli dhe gjatë këtyre viteve që unë jetova aty, unë pashë transformimin e disa zonave për keq, domethënë nga zona shumë të mira në zona shumë të këqija. Domethënë që është racizëm, mund të më thonë çfarë të duan. Por unë kur vajta në ato rrugë nuk kishte plera, nuk kishte cigare të hedhura, nuk kishte kuti Coca-Cola, nuk kishte kartona të hedhur në rrugë. Pas 20 vjetësh, si u ndryshoi popullata, domethënë ikën ata që ishin aty, shitën ato shtëpi për një çmim më të mirë dhe u shpërngulën në zona më të shtrenjta, më të mira, vendin e tyre e zonë emigrantë. Dhe ata emigrantë që vinin nga vendet e Azisë, lanë gjurmën e tyre në hapësirë, në zonë aty, nga plera. E shikonje tekstualisht. Shembull, unë shkonja në një dyqan McDonald's, se kisha afër punës
zyrës time ku punoj. Dhe kisha vajtur 20 vjet kaluara, vajta edhe pas 20-22 vjetësh. Komplet ndryshe, mure të shkatruara, ata shenja në mure që ne nuk lejojmë më shumë se 20 minuta njerëzit të ulen këto e tjera. Këto unë e pash. Dhe ky lloj turizmi, ky lloj zhvillimi turistik i cili nuk krijon vende pune, nuk krijon zhvillim, qoftë edhe minimal, qoftë edhe ashtu të vogël, të propambetur më thënë. Po nuk është thjesht hyrja në si thua prodhimi, është shumë i rëndësishëm procesi shoqëror, ingranimi shoqëror, ingranimi familjar. Nuk mund të një shoqëri nuk mund të ekzistojë pa moral, nuk mund të ekzistojë pa familje. Edhe kafshët kanë familje. Nëse njerëzve ne i shpërngulin, ju marrin fëmijët, një andej, vdes koncepti i familjes, ndryshon totalisht, ndryshon dhe forma ashtu quajtur atë dashuri, ndryshon koncepti për të nesërmen, koncepti për të ardhmen. Dhe pak a shumë këtë po e shikojmë dhe nuk e di çfarë do të ndodhë, por për mua në Shqipëri pas 10-15 vjetësh do të ketë rreth 1 milion banor. Më shumë aty nuk duhen sepse ekonomia e bazuar në turizëm grupor masiv nuk ka nevojë për njerëz. Sidomos me futjen e inteligjencës artificiale dhe me zhvillimin e infrastrukturës, si të thuash, jo vetëm rrugore, po dhe i infrastrukturës të internetit, të lidhjes më të mirë midis këtyre vendeve të vogla, do të krijojë mundësinë që kompanitë që sot organizojnë turizmin masiv, ta koncentrojnë komplet fuqinë e tyre në 1 apo në 2 zyra diku në Evropë dhe gjithë fitimi të vej aty në ato do dhe turizmi masiv do të koncentrohet dhe të bëhet akoma më i organizuar, më masiv dhe më i planifikuar. Dhe në këtë formë do të reduktohet nevoja edhe për punëtor, do të reduktohet nevoja dhe për ekonomitë ndihmëse dhe për ekonomitë mbështetëse që janë të domosdoshme për krijimin e një turizmi cilësor, të vazhdueshëm dhe që krijon rritje. Pra, në Shqipëri nuk ka vend. Shqipëria është një vend shumë i vogël, 28.000 km2. Greqia është një vend në krizë të thellë ekonomike. Kroacia është në një krizë të thellë ekonomike. Pra, të gjitha këto zona që ne flasim e shikojmë me turizëm masiv kanë një të ardhme të zymë. Kështu e shikojmë. Disa mund të jenë bërë milionerë, multimilionerë, mund të jenë bërë bilionerë, si në të gjithë botën, po çfarë do ndodhë me brendin e ri, këtu është një pikpyetje e madhe. Vetëm doja të shtoja këtë që si për to qeveritarë, si mos për Edi Ramën, kur jo se nuk besoj që i beson më këtij lloj modeli, pa i ka hyrë në këtë model dhe nuk del dot më. Dhe përpiqet që të ushqejë të njëjtën gjë sepse janë në përshtatur njerëzit. Edhe në momentin e investimit të Kushnerit, filloi të bënte propagandën që ja juve domethënë zdoni, aty do vinin 4 miliardë euro dhe refuzuan 4 miliardë. Gati do të shpëndaj njerëzve. Madje zhvillon të propagandën që Greqia veçanërisht organizon këto protestat, sepse Shqipëria po i merr turistët. Ne kupton domethënë dhe këto idiotësira me to budallëqe që Greqia nga që turistët nuk po shkojnë më në Greqi, po shkojnë gjithë në Shqipëri. Po kjo Shqipëri ka që vogël në 8 miliard njerëz. Domethënë çfarë, kjo tani i absorbo ka turistë, o vjet ka gjithë këtyre shteteve tjera me vrap. U bë kjo qendra tani dhe ne nuk na njihse askush pa erdhur gjithë tek neve. E kupton? Dhe për të përfunduar për këto protesta Petro që bën në Shqipëri, që është dita 73 më duket. Janë protesta që është normale pjesëmarrës janë njerëz, ka dhe njerëz të zakonshëm sa duash pjesëmarrës. Pjesa më e madhe është populli, pavarësisht mënyra se i mendojnë gjatë se nuk se i mendojnë si neve. Por domethënë janë njerëz të rinj të cilët një pjesë dhe dalin për shkak të gjendjes vështirë. Por drejtimin e protestave e kanë grupe djemshëm dhe vajzash, të cilët janë
domethënë të drejtuar nga elita. Është një manifestim i elitës, në vërtet, në kuptimin e organizimit. 72 ditë, Petra, çfarë kanë bërë këto protesta, çfarë kanë arritur një gjë të vogël, që të ndryshonin diçka ose që të bëjnë një ligj, qeveria të bënte një ligj, të aprovonte një ligj që të shifte të merrte një masë për këtë që po vlohet, po themi. Përkundrazi, për shembull, euri është dobësuar akoma, se si po ishin do protesta në rrugën e drejtë, euri duhet ishte forcuar, valutat duhet ishin forcuar. Ato vazhdojnë dobësohen, tregojnë që protestat janë në sintoni me këtë proces kapitalist të egër të eliminimit të jetës njerëzve, të dëbimit njerëzve, të shkatërimit ambiental, po të shkatërimit social, sidomos. Domethënë shkojnë, janë një instrument dhe protestat, ashtu siç është turizmi, gjojat proteste janë kundër kësaj, por vërtet janë një instrument ana tjetër e të njëjtës medalje, siç thuhet. Për të lodhur dhe njerëzit, për të krijuar dhe idenë që janë ne provuam vetëm 100 ditë në shesh dhe sa rritëm gjë, do dalësh ti pastaj nesër me 50 veta, me 100 veta do i ndryshosh gjërat, domethënë krijohet dhe një mosbesim, të njëjtë janë protesta për të eliminuar protestat vërtet. Po. Që i shoh unë me fjalë. Petra, unë mbarova për vete. Edhe unë them ta mbyllim këtu me shpresën se njerëzit, inteligjenca shqiptare do të gjejë forcën edhe do bëjnë ndryshimet e duhura me shpresën e fjalë. Tani u bën kaq vite, shumë njerëz që kanë arritur të koncentrojnë kapital intelektual dhe ekonomik në Shqipëri mund të gjejnë forma për të ndaluar këtë lloj qeverisje që ekziston në Shqipëri, për të sjellë një qeverisje më progresive, me shpresë jo vetëm për ata që jetojnë, por edhe për ata që kanë ikur, janë larguar më përpara nga Shqipëria. Shpresoj për një ditë më të mirë, për ditë më të mira me fjalë. E mbyllim këtu, flasim më vonë për ndonjë temë tjetër. Faleminderit gjithmonë. Faleminderit shumë edhe ti, Petër, faleminderit gjithë njerëzve që na ndjekin. Mirupafshim. Mirupafshim.